pse ka pas bereqet ma herë? Tash lind dy pyetje, po pse s'ka pas smuje? Ndoshta një në rast në katon ka pas kancer, sot ne po e shohim në kohën e sotit, çdo i dyti, çdo i treti, çdo fëmijë sa po lind, po ka me probleme shëndetësore. Çka janë këto problemet? A thu vallë nga vin se e kemi ngushtu në zjarretin, e kemi ngushtu bereqetin na ka dalë. Mungesa e bereqetit. E pastaj vin. Pastaj çdo çosh kemi barnatore, po kjo nuk është mirim. Se çdo i dyti i treti ka nevojë për barnat e kësaj jete. Pse se bereqeti është hup, edhe Allahu xhaleshan çton smuje. Pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë: vizitoni që çtohet bereqeti. E plesht s'kan pas, po kanë pas bereqete dhe s'ka pas smuje. Cëllo shkupi ndoshta kanë qenë 1, 2, 3, 4 barnatore. Tash ndoshta me qindra barnatore. Çdo lagje. E plesht na për fshatrat e tona që kanë jetu asnjë barnatore, po kanë pas bereqet. E sot është hup, pse se jemi largu ne. Ne jemi largun nga zjarreti, ne jemi largun nga dashuria për Allah. Na ka mujt dunjoja, na ka mujt interesi. Edhe sot ne vllahun ton, shokun ton e shohim me interes. A ka parë? Do të shkoj. A ka pozit? Do të shkoj do ta vizitoj. A ka famë? Do të shkoj do ta vizitoj. Ama pse e ki daj, pse e ki hap, pse e ki teze, pse e ki miq, pse e ki non, bab, vjen Ramazani, del pi Ramazani, ndoshta nuk ja çel telefonin nonës babës. E pastaj lip mi bereqet. Jo. Ky njeri ka shkuar ka vizitu për këtë çka ka Allahu xhaleshanu e don edhe i ka dhënë bereqet. Edhe për këtë çka thotë pejgamberi alayhis salatu wasalam se Allahu do të jep atij njeriu bëllëk edhe do t'i azgat jetën për shkak të vizitës që e bën te farafisi vet.